Lidhja lindi para emrit. Arlindi, 7 vjeç dhe i heshtur përtej moshës së tij, ecte nëpër fshat me supet e përkulura dhe syt gjithmonë të përqendruar në dy shemen prej dheu. Dhe pikërisht aty, në shkallët e lagështa të një shtëpie prej guri në Pogradec, ai e pa atë për herë të parë, një fije hije me 2 sy që shkëlqenin në errësirë. Hixhi ishte mbledhur së bashku, i lagur nga shiu i natës së kaluar. Aq i vogël sa të futet në dorë. Aq i qetë sa duke i munguar. Por kur syt e djalit u takuan me atë të Maces, diçka midis të dyve u rreshtua. Nuk kishte frikë, as shpëtim. Vetëm për afrim dhe heshtje. Atë ditë, Arlind nuk tha asgjë kur mbërriti në shtëpi me Macen në krah. Ai thjesht e mbështolli me një peshqir dhe u ul pranë sobës me dru. Macia nuk mjaulliti. Ai thjesht u mbështoll, sikur ta dinte tashmë rrugën e kthimit. Hi, siç filloi të quhej, i u ngjit djalit me saktësinë e një hijeje. Çdo ditë, prania e hijit bëhej më e fortë. Ai u shtri pranë Arlindit ndërsa ai vizatonte me lapsa të shkurtër. U ngjita në çantën e shpinës para shkollës, edhe pse nuk më lejohej të hyja brenda, por prapse ai priti i ulur pas gardhit prej druri, derisa djali u kthye duke vrapuar në fund të pasdites. Në fshat, koha kalonte ngadalë. Rrobat vareshin në litarin e rrobave, dritarët lëshonin dritë të verdhë në muzg dhe tingulli i kambanës së kishës shënonte ditët që dukeshin gjithmonë njësoj. Por brenda shtëpisë së vogël, tani kishte diçka të ndryshme, 2 trupa të vegjël që kërkonin njëri tjetrin në errësirë, duke fjetur në të njëjtin ritëm, duke ndarë ngrohtësi kur i ftohti i dimrit shqiptar erësonte dritarët. Hiç nuk ishte vetëm një kafshë. Ishte zgjatim. Ishte një refleks. Ishte ai lloj pranie që nuk kërkon hapësirë, por mbush boshllëqet me një forcë që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Dhe ndoshta pikërisht për këtë arsye, kushdo që kalonte pranë rrugës dhe shihte djalin dhe Macen duke ecur së bashku, ndjeu diçka që ishte e vështirë për t'u shpjeguar. Ishte më shumë se sa miqësi. Ishte një lloj dashurie e rrallë. Nga ata që nuk kanë nevojë për fjalë. Një nga ato që shfaqen një herë në jetë, nëse shfaqen fare. Dhe kur gjen një dashuri të tillë, e ndjen atë. Ndoshta, kur e dëgjuat këtë histori, ju kujtuat dikë. Një gabim. Një mik, një vështrim që të shoqëronte kur nuk kishte askush tjetër përreth. Sepse ka takime që ndryshojnë gjithçka. Kjo mbushte atë që as nuk e dinim se mungonte. Nëse keni përjetuar ndonjëherë diçka të tillë, ky moment është edhe i juaj. Dimri po vinte ngadalë. Gjethet u zhdukën nga pemët dhe toka e fshatit u mbulua nga mjegulla. Brenda në shtëpi, Arlindi mbante 2 çorape për të fjetur. Hi shtrihej sipër tyre, si një shtresë e dytë mbrojtjeje. Natën, kur gjithçka errësohej shumë, Arlindi ndezte qirinjën e vogël mbi komodinën pranë shtratit, dhe Hixhi do të hidhej mbi shtrat, do të kthehej 2 herë dhe do të shtrihej mbi gjoksin e djalit. Murmëma ishte e ulët, e vazhdueshme, sikur të thoshte, është e sigurt këtu. Atë natë, drita e qirinjve kërceu mbi mure. Arlindi tashmë ishte në gjumë. Njëra nga duart e vogla mbështetej mbi shpinën e hijit dhe Macia nuk lëvizi. Frymëmarrja e tyre ishte e njëtrajtshme, e butë dhe plot paqe. Dhe jashtë, fshati flinte. Shtëpitë e heshtura. Dritarët u mbyllën. Era që frym përmes maleve në distancë, por atje, në atë dhomë të vogël, midis një fëmije dhe Maces së tij, ekzistonte lloji i dashurisë që koha nuk mund ta fshijë. Hixhi flinte me sytë gjysmë të hapur, duke e mbikëqyrur djalin sikur të po mbikëqyrte zemrën e vet, dhe në atë moment, edhe pa e ditur, të dy po qepnin një histori që askush nuk do ta harronte. Nëse edhe ti beson se disa takime ta ndryshojnë të gjithë jetën, pëlqeje këtë video. Dhe më tregoni në komente, a ju ka ndodhur ndonjëherë që një kafshë të bëhet hija juaj? Historia juaj mund të prek dikë sot. Trupi i Arlindit filloi të tregonte shenja lodhjeje në mëngjeset më të ndritshme. Ai u zgjua më ngadalë, këmbët e tij nguronin ndërsa preknin dyshemen e ftohtë. Qumështi po ngrohej në tigan, por oreksi ishte zhdukur. Sytë e tij, më parë të vëmendshëm, tani dukeshin sikur shikonin më shumë nga brenda se sa nga jashtë. Hi ishte i pari që e kuptoi. Macia kaloi më shumë kohë në dhomë, duke vëzhguar çdo lëvizje. Ai mjaulliti më afër, me një frekuencë të vazhdueshme, sikur të donte ta mbante djalin zgjuar brenda. Ajo rrinte ulur pranë shtratit edhe kur Arlindi ishte në shkollë, sikur e ndjeu se ai do të kthehej me më pak ngjyrë në fytyrë. Djalit po i dridheshin duart.
Trupi ngrohej natën, sikur të digjej nga brenda, por nuk kishte djers, as britma. Vetëm një ethe që vinte e ikte, si era e malit. U bën vizitat e para në qendrën shëndetësore të qytetit. Mjekët folën me qetësi me nënën. Ata përshkruan pushim, thanë se ishte virus, pastaj ndryshuan mendje. Por shikimi i tyre nuk e fshite atë që fjalët e tyre shmangnin. Ata kërkuan teste. Shumë. Dhe koha. Gjithmonë kohë, Hi nuk u largua kur nga krahu i Arlindit. Kur djali shkoi në spitalin e qytetit, ai gjeti një mënyrë për t'u fshehur, në një batanie, brenda një çante shpine, apo edhe duke vrapuar pas makinës, duke mjaullitur me dëshpërim. Njëherë, ai u fsheh midis palltove në një karrige në dhomën e pritjes dhe u zbulua vetëm kur mjaullima e tij tradhtoi heshtjen. Brenda korridoreve të bardha, hiç ishte një hije e gjallë. Ai u mbështet në mure. Unë fjeta nën shtretër. Por kur e gjente Arlindin, hipte në barel, shtrihej përmbys dhe i mbyllte syl. Nuk kisha nevojë të shija makinat ose të dëgjoja pshertimat e nënës sime. Ai thjesht e dinte. Një pasdite, kur drita hyri nga dritarja sikur për ta ngushëlluar, Arlindi e tërhoqi çantën e shpinës me mundim. Ai kërkoi brenda derisa gjeti atë që po kërkonte, një fjongo të kuqe. I vjetër. Ishte i zbehur, me fije të vogla të lirshme në skaje. Ishte nga një lodër që nuk e përdorte më. Ai e shtrëngoi shiritin midis gishtërinjve dhe, me krah që i dridheshin, e mbështolli rreth qafës së hijit. Nyja ishte e shtrembër, por i vendosur. Macja as nuk lëvizi. Vetëm e shikoi, pastaj u përkul, sikur ta dinte se çfarë donte të thoshte ai gjest. Fjongoja e kuqe i shoqëronte si një kujtim i gjallë. Në çdo kontroll, në çdo natë me ethe, në çdo mëngjes të hershëm vigjiljeje, ajo lëkundej butësisht me lëvizjen e frymëmarrjes së maces. Ishte më shumë se sa thjesht dekorim. Ishte një simbol të pranisë, i premtimit. Ndoshta një lamtumir. Atë javë, Arlindi nuk po shkonte më në shkollë. Mezi u ngrita nga shtrati. Por ai prap buzëqeshi me sy kur higji u hodh mbi çarçaf, u mbështjell mbi jastëk dhe e shtyu me hunë. Ethet vinin e iknin, si një baticë e ngrohtë dhe e heshtur. Nëna ndërroi peshqiret e lagur dhe vendosi supë të ngrohtë në buzë të shtratit. Por djali u gjallërua vërtet vetëm kur Hi mjaulliti në gjoksin e tij. Ndonjëherë të dy qëndronin ashtu për orë të tëra, ai shtrir, macja e mbështjell, shiriti i kuq dridhej në ritmin e gjoksit të brisht të djalit. Ishte një valle e heshtur midis asaj që mund të shpëtohej dhe asaj që tashmë po thoshte lamtumir, megjithse në heshtje. Atë natë, të fundit të kapitullit, dhoma u erësua herët. Qiri u ushua. E vetmja dritë vinte nga jashtë, një shkëlqim i zbeth i dritës së hënës që depërtonte përmes perdes. Arlindi merrte frym ngadalë. Hi ishte shtrirë si për ti, me gjithë trupin e tij të shtypur pas gjoksit të djalit. Murmëma ishte më e butë se kurrë. Po thuaj se një pëshpëritje. Dhe në atë pëshpëritje, kishte diçka që askush nuk e tha. Nuk ishte ende fundi. Por diçka, brenda, tashmë kishte filluar të heshte. Nëse shiriti i kuq rreth qafës së maces ju preku zemrën, lini një pëlqim në këtë video. Dhe më thuaj në komente, çfarë do të bëje nëse do ta dije se koha po mbaronte për atë që do. Dhe nëse kjo histori po ju prek, abonohuni në kanal tani, sepse ka shumë më tepër për të ardhur. Histori që lëvizin. Histori që mbeten. Nata ishte shumë e gjatë për ata që prisnin zgjuar. Në kopshtin e lagësht të spitalit, midis shkureve dhe zhavorit, Hi nuk u shtri. Ai thjesht ecte në rrath të shkurtër, me sytë e ngulur në katin e tretë, ku një dritë mbeti ndezur. Fjongoja e kuqe dridhej në erë. Frymëmarrja e tij ishte e shkurtër, e shqetësuar, sikur diçka po e tërhiqte nga brenda. Dhe pastaj, ra heshtja. I papritur. I rëndë. I dendur. Asnjë alarm. Asnjë britmë. Vetëm një boshllëk zëri që pushtoi gjithçka përreth. Hi ndaloi. Ai e shtriu qafën. Një mjaullim i ngjirur i doli nga fyti. Pastaj një tjetër. Dhe një tjetër. Askush nuk u përgjigj. Ai qëndroi aty i palvizshëm, me sytë e zmadhuar nga mungesa. Orë më vonë, nëna e Arlindit u kthye në shtëpi. Vetëm. Dritaret ishin të mbyllura, perdet gjysmë të hapura, duke lënë të hynte një dritë e zbehë.
Kur ajo hapi derën, zhurma e drurit që kërciste u dëgjua më e fortë se zakonisht. Ajri ndihej më i ftohtë. Aroma e shtëpisë ndryshe. Ajo nuk ndezi asnjë dritë. Ai thjesht ecste nëpër dhoma. Në dhomë, shtrati i djalit ishte i parregulluar. Jashtë ku mbante ende gjurmën e kokës së vogël, batania e hedhur në anë. Një makinë lodër e kthyer përmbys ndodhej mbi dyshemen prej druri. Asgjë nuk ishte prekur. E megjithatë, gjithçka ishte tashmë mungesë. Hiç nuk ishte aty. Jo në shtrat. As në prag të dritares. As në qoshet e errëta ku fshihej ndonjëherë në netët me bubullima. Dhoma, për herë të parë pas një kohe të gjatë, ishte krejtësisht bosh. Dhe më ftohtë se ç'duhet të jetë. Lajmi u përhap ngadalë nëpër fshat. Zgjimi do të bëhej të nesërmen, pikërisht aty, në shtëpinë e familjes. Fqinjet filluan të sillnin lule, qirin, fjalë të shkurtra ngushëllimi. Dikush solli një arkivol të bardhë, shumë të vogël për t'u shpjeguar. Ata e rregulluan hapësirën në dhomën e ndenjes, pranë raftit të librave me librat e shkollës së Arlindit. Ata vendosën karrige rreth saj. Një qilim i lehtë. Një enë me ujë të freskët. Dhe heshtje. Shumë i qetë. Atë natë, ndërsa fshati flinte, hi u kthye. Askush nuk e pa të hynte. Por në mëngjes, ja ku ishte ai, i ndotur me dhe, putrat e lagura nga vesa dhe shiriti i kuqi i rësuar nga pluhuri i shtegut. Ai u ndal te dera e dhomës. Vëzhguar. Ai nuhati ajrin sikur po konfirmonte atë që tashmë e dinte. Ai eci ngadalë drejt dhomës së djalit. Drita që depërtonte nga dritarja ra mbi karrigen ku nëna e tij ja kishte lënë bluzën blu të çelët Arlindit. Hi kërceu. Ai u shtri sipër saj. Ai e varrosi fytyrën në pëlhur. Putrat e futura nën gjoks. Bishti u përkul afër trupit. Ai i mbylli syt. Atje ai qëndroi. Ai nuk hëngri. Ai nuk mjaulliti. Nuk kërkoi vëmendje. Ai qëndroi aty, sikur çdo fije e asaj pëlhure mbante ende një pjesë të gjallë të djalit. Kur agoi dita, njerëzit filluan të vinin për të përkujtuar mortin. Lule të freskëta u vendosën mbi arkivol. Një top i vogël pëlhure ndodhej në cep të kapakut, pranë një bloku skicash. Qiriu i ndezur ndriçoi fytyrën e nënës, të raskapitur, të palvizshme. Dhe pastaj u shfaq hiç. Ai eci drejt arkivolit. Nuk u ndal në gjysmë të rrugës. Ai nuk hezitoi. Ai u afrua. Ai u ngjit me kujdes në bazën e tavolinës. Ai u mbështoll në fund të arkivolit. Dhe ai u shtri. Pron. Duke marrë frym ngadalë. Me sy të mbyllur dhe trup të rreshtuar me drurin e bardhë. Sikur donte të thoshte në heshtje, jam ende me të. Nëse kjo s'ken të theu zemrën edhe ty, ndaje këtë video me dik që e kupton se si është të duash një kafshë si pjesë të familjes. Dhe më tregoni në komente, ku mendoni se ishte hi gjatë asaj nate të heshtur? Mendimi juaj mund të ngushëllojë zemrat e të tjerëve. Shfrytëzojeni dhe abonohuni në kanal, sepse skenat e ardhshme do t'ju prekin akoma. Dhoma e ndenjes dukej e pezulluar në kohë. Lulet rrethonin arkivolin e bardhë, i cili mbështetej mbi dy tavolina të mbuluara me një copë të qëndisur me dorë. Përreth, lodra të heshtura, një makinë blu, një top i vogël prej pëlhure, një ari me një sy që i mungon. Qiriu vezullonte në cep dhe ajri mbante erë lulesh dhe druri. Hi ishte ulur pranë karriges ku Arlindi vishte këpucët. Syt e tij nuk u dridhen. Shiriti i kuq ende i shënonte qafën, i ndyr, i zbehur, por i pranishëm. Bishti është i përkulur afër trupit, veshët janë përballë përpara. Frymëmarrja ishte pothuajse e padukshme. Shtëpia po mbushej ngadalë. Njerëzit nga fshati mbërritën pak nga pak. Disa sollën lule. Të tjerët thjesht shikojnë bosh. Fëmijë në prehër, pleq me bastun, të rinj në heshtje. Dhimbja ishte e fortë, por e qetë. Askush nuk foli. Ata thjesht ju afruan arkivolit, ulën kokat dhe u larguan. Hiç ishte ende aty. Derisa lëvizi. Me hapa të ngadalt, ai ju afrua arkivolit. Ai u ngjit me vështirësi anash, duke mbështetur putrat e përparme në buzë. Ai u ndal për një sekondë. Kishte erë. Ai e shtypi hundën pas drurit të bardhë. Pastaj bëri një hap. Dhe një tjetër.
Tani ishte në kapak, heshtja në dhomë dukej se po shtohej. Hi u përkul, e shtypi hundën pas kapakut. Ai nuhati sikur të gjente ndonjë gjurmë atje, pak ngrohtësi, ndonjë përgjigje. Pastaj u gërvisht. Së pari ngadalë. Pastaj me më shumë forcë. Kthetrat gërvishtën drurin me një tingull të thatë e të mprehë. Një grua e mbuloi gojen me të dyja duar. Një burr mori frym thellë duke mbyllur sytë. Një fëmijë u tërhoq prapa duke mbajtur krahun e nënës së tij. Askush nuk foli. Askush nuk e ndaloi. Hi u krua edhe një herë. Ai kafshoi cepin e kapakut. Ai u përpoq të ngrihej duke shtyrë me trupin e tij. Hunda e tij shtypte me këmbëngulje drurin. Ishte sikur disi, ai ende besonte se djali mund ta dëgjonte. Se ishte ende aty. E tëra çfarë duhej të bëje ishte ta hapje. Gjesti ishte i vogël. Por brenda dhomës ishte sikur bota kishte ndaluar. Emocioni nuk u shpjegua. Nuk u emërua. Thjesht ndjeva. Lotët rrjedhën pa zhurmë. Duart po dridheshin. Pamjet ishin të përzjera midis tronditjes, nderimit dhe pafuqisë. Hi ndaloi. Ai u shtri në mes të kapakut. Këmbët e përparme janë shtrirë. Koka mbështetur në dru. Dhe pastaj, mjau. Një tingull i vetëm. Larg. I ullët. Varë si fundi i një pusi. Ishte keqardhje. Ishte dëshpërim. Ishte dorëzimi. Askush nuk mund ta shihte më pa e ndjerë fytin nga afër. Në atë moment nuk ishte vetëm një mace në një arkivol. Ishte fundi i një dashurie që nuk do ta lejonte veten të largohej në heshtje. Ishte hija që refuzonte të largohej. Fjongoja e kuqe lëkundej pak me lëvizjen e frymëmarrjes së hiçit, lulet përreth dukeshin sikur kishin humbur aromën e tyre. Drita e qirinjve vezullonte dhe koha dukej sikur kishte ndaluar. Hi nuk u ngrit. Ai qëndroi aty, i palvizshëm. Trupi i errët siluetohej në sfondin e drurit të bardhë, sytë mbyllur sikur ende duke pritur një prekje. Një shenjë. Një kthim i pamundur. Dhoma mbeti e heshtur për një kohë të gjatë. Dhe atje, midis luleve të vyshkura, lodrave të heshtura dhe zemrave të thyra, ishte një mace. Dhe dashurinë që ai nuk pranoi ta varroste. Nëse kjo sken të ka bërë të dridhesh, bëj një pëlqim tani. Dhe më tregoni në komente, a keni parë ndonjëherë një kafshë të reagojë ndaj vdekjes në një mënyrë kaq humane? Kjo histori është shumë reale për të kaluar pa u vënë re. Nëse të ka prekur ty, imagjino se këtë tjetër mund të arrijë. Ndani. Abonohuni në kanal. Dielli nuk shkëlqeu ditën e varrimit. Një mjegull e lehtë mbulonte malet përreth fshatit, si një velo e bardhë që përpiqej të zbuste atë që askush nuk mund ta pranonte. Rrugët e dheut ishin të lagura. Njerëzit ecnin ngadalë. Askush nuk foli. Arkivoli i bardhë, tepër i lehtë, ecte përpara, i mbajtur nga krah që i dridheshin. Nëna e Arlindit ecte menjëherë nga pas, e mbështetur nga fqinjët. Fëmijët mbanin lule të vogla, duke mos e kuptuar rëndësinë e lamtumirës. Hi erdhi i fundit. Macja e zezë ecte me hapa të vendosur, pa udhëzuar. Fjongoja e kuqe ishte ende e mbështjellë rreth qafës së saj, më e zbehtë se kurrë. Në gojë, ai mbante një top të vogël prej pëlhure, lodrën e djalit. Ishte e ndyrë, e konsumuar, pothuajse pa ngjyrë. Por kjo është ajo që ai kishte. Kjo ishte e gjitha që kishte mbetur. Varrezat ishin në krye të fshatit. Varet e lashta të rrethuara nga selvi të shtrembëra. Një stol druri i lagur nga shiu i natës së kaluar. Toka, e butë dhe e errët. Vari i Arlindit ishte gërmuar pranë një peme të vogël ulliri që i kishte rezistuar erës për vite me radhë. Kur arkivoli u vendos në tokë, të gjithë u afruan. Lulet u hodhen, një nga një. Lotët ranë pa forcë. Hi qëndronte disa hapa larg varit, me lodrën ende të shtrënguar fort midis dhëmbëve. Askush nuk guxoi ta prekte. Pastaj ai bëri një hap përpara. Kaloi midis këmbëve të njerëzve. Ai u ndal pikërisht në buzë të tokës së hapur. Ai shikoi brenda, sikur të kërkonte djalin. Sikur priste ta shihte të buzëqeshte përsëri. Dhe aty, pa hezitim, ai e lëshoi topin e vogël prej pëlhure. Ajo ra ngadalë. Ai trokiti në kapakun e arkivolit me një zhurmë të shurdhër.
kjo ishte e mjaftueshme. Një rënkim i shpëtoi dikuj. Një tjetër i ngeci fyti, por askush nuk foli. Askush nuk e ndërpreu. Hixhi kishte bërë atë për të cilën kishte ardhur. Me gojën të lirë bëri një hap përpara. Ai mbështeti kokën në buzë të varrit. Dhe, me gjithë trupin e përkullur, ai lëshoi një mjaullim të vetëm. I ulët. I ruar. Plot. Një vajtim që nuk kishte nevojë për përkthim. Njerëzit u tërhoqën. Një zotëri u gjunjëzua dhe hoqi kapelen. Një grua vuri dorën në gjoks. Një fëmijë u drodh në krahët e gjyshes së tij. Ishte sikur ai tingull i bëri botës të kuptonte se zia u përket edhe kafshëve. Dhe se dashuria që humbet ndonjëherë kthehet në një gjest. Hi nuk doli, edhe pasi dhe u mbuloi arkivolin. Edhe pasi të gjithë shkuan në shtëpi. Edhe pse era filloi të frynte më fort, duke sjell aromën e gjetheve dhe të kohës. Ai qëndroi. Ai ushtri mbi varr, siç bënte gjithmonë mbi gjoksin e djalit. Shiriti i kuq trokiti lehtë mbi gur. Topi i vogël prej pëlhure, tani i varrosur, ishte e vetmja gjë që ai kishte sjell. Në ditët që pasuan, Hixhi qëndroi atje. Nën diell. Nën shiun. Nën të ftohtin. Ndonjëherë ai dilte për të pirë ujë nga përroj. Ndonjëherë dikush linte një pjat me qumësht rrugës. Por ai gjithmonë kthehej. Gjithmonë në të njëjtin vend, gjithmonë në të njëjtën pozicion. Si një kujdestar. Me kalimin e kohës, trupi juaj është plakur. Gëzofi ka humbur shkëlqimin e tij. Frymëmarrja u ngadalsua. Shiriti i kuq u shndërrua në një fije të hollë, pothuajse transparente. Por ai ishte ende aty. I tërë. Besnik. I heshtur. Kushto që kalonte pranë varrezave tregonte të njëjtën histori. Se kishte një mace të zezë që nuk doli kur nga ai varr. Se kishte një dashuri që vdekja nuk e mori. Se ndonjëherë ajo që mbetet nga një jetë është një kafshë që pret diçka që askush tjetër nuk e sheh. A keni qëndruar deri këtu? Pra, kjo histori të preku vërtet. Pëlqejeni këtë video tani, abonohuni në kanal që të mos humbisni histori të tilla dhe komentoni me një zemër nëse besoni edhe ju se dashuria midis një kafshë dhe njeriu të saj nuk vdes kurrë. Ndani këtë video me dikë që ka nevojë për një kujtesë se edhe në fund dashuria e vërtet ekziston.